Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh zemrës, trurit dhe kolesterolit nëse konsumoni vezë të zjera çdo mëngjes. Vezët mbartin vlera të jashtëzakonshme ushqyese për shëndetin e njeriut. Vezët ofrojnë proteina të plota. Një vezë përmban 9 aminoacide esenciale që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi i njeriut. Vezët përmbajnë gjithashtu 6 gram protein dhe gjysma e saj gjendet te e bardha e vezëve. Vezët janë të pasura me lëndë ushqyese cilësore. Një vezë e vetme ofron proteinë cilësore, por edhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët, të cilët i mbajnë qelizat akoma më të shëndetshme dhe më të mbrojtura. Vezët do të ulën nivelin e triglicerideve. Niveli i triglicerideve do të jetë më i ulët dhe një shëndet më i fortë. Vezët, veçanërisht ato të pasura me acide yndyrore si omega 3, duket se kanë aftësinë të ulin gjithashtu nivelin e triglicerideve. Vezët do të ulin gjasat e shfaqjes së ishemisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë do të ulë rrezikun e ishemisë. Sipas një studimi të cilës i referohemi sipas Healthline, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë në 30% më pak të rrezikuar nga humbja e jetës në mënyrë të parakohshme si pjesë e ishemisë. Sipas një studimi të cilit i referohemi, vezët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin e fortë dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vezët janë të shëndetshme dhe të element ushqyes për forcën e zemrës suaj, dhe pasurimi i dietës suaj me këtë produkt do t'i japë zemrës shumë përfitime. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të rrezikuar nga humbja e sëmundjeve të zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër më të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihet edhe veza e vlefshme për trupin dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni të përfshini në vezën në dietën tuaj për të marrë vlerat pozitive të saj. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë një vezë në ditë janë më pak të rrezikuar gjithashtu edhe nga problemet kardiake. Një nga elementet e tjera kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i vezës është edhe aftësia e saj që është e mirë për t'u ngopur më shpejt. Vezët janë një mundësi shumë e mirë ushqyese edhe për personat që duan të ngopen më shpejt. Njerëzit që hanë vezë në mëngjes ndihen më të ngopur gjatë ditës. Por llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë vezë në mëngjes marrin 130 kalori më pak në drekë. Vezët përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të syve. Antioksidantët e veza mbrojnë shëndetin e syve dhe parandalojnë edhe sëmundje të ndryshme të tyre. Antioksidantët gjenden edhe te barishtet, por vezët janë një burim shumë i mirë ushqyes i këtyre produkteve. Vezët janë të mira për një mendje më të mprehtë. Veza përmban vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe konsumi qelizor do të jetë më i fortë. Vezët gjithashtu për më tepër përmbajnë kolin, një vitaminë e veçantë për shëndetin e trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të shkaktojë gjithashtu përkeçime të trupit dhe parandalimi problemeve të tyre. Vezët janë një arsye kryesore për të ushtuar në dietën tuaj. Përveç se janë të pasura me proteinë dhe kanë pak kalori, përpos vlerave janë shumë të lehta edhe për t'u përgatitur. Konsumi i tyre në mëngjes do të sjellë organizmit tuaj përfitime të dyfishta shëndetësore. Vezët reduktojnë lodhjen dhe përmirësojnë produktivitetin fizik dhe atë mendor. Sipas Healthline, ato janë një zgjedhje produktive shumë e mirë për organizmin dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Gjithashtu, ato përmirësojnë kujtesën dhe ndikojnë në forcimin e shikimit, citon nutrinistja Leticia Carrer. Një vezë e verdhë ka protein, kolin, hekur dhe zink. E bardha siguron gjithashtu nutrient. Siguron midis 10 deri në 20% të sasive të rekomanduara ditore të vitaminës A, D, E dhe K. Gjithashtu veza ka fosfor, vitaminë B12, ndërsa ndikon në shëndetin e muskujve, gjithashtu edhe në shëndetin tuaj imunitar. Vezët kanë biotin, suplement që nxisin prodhimin e proteinave për rritjen e flokut dhe mbron skalpin nga thatësia dhe nga irritimi. Për sa i përket mënyrës se si duhet hahet veza në mëngjes,
rekomandohet që të konsumohet të zjerë, në mënyrë që vlerat e saj të jenë më të plota dhe të mos ndikohen nga yndyrat e vajit. Vezët konsiderohen si një nga produktet më ushqyese që duhet të jenë pjesë e pandare e dietave tuaja. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që ato ofrojnë, vezët do të jenë një zgjidhje mjaft e mirë për trupin dhe shëndetin tuaj. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë në konsumin e vezëve si një zgjidhje alternative për të mbrojtur përfitimet. Ato janë të pasura me proteina të cilësisë së lartë, si vitamina dhe minerale, si vitamina B12, vitamina D, madje dhe hekuri. Pavarësisht shqetësimeve të mëparshme në përmbajtje të tyre yndyrore, Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon të hani 1 deri në 2 vezë në ditë. Përveç kësaj, vezët janë në një burim ekonomik i proteinës dhe mund të ruhen në frigorifer deri në 5 javë. Kjo do të thotë që ju mund të kurseni para dhe të reduktoni mbeturinat e ushqimit. Ato janë gjithashtu të ngjashme, pasi mund të përdoren në të gjitha vaktet, nga mëngjesi në darkë si dhe në ëmbëlsira. Por le të shohim se çfarë mund të ndodhë nëse konsumoni vezë çdo ditë. Do të ndjeheni më të ngopur dhe do të keni më shumë energji. E verdha e vezës është një burim i lëndëve ushqyese të rëndësishme si vitamina B12 dhe vitamina D, si dhe kolina, të cilat ndihmojnë në trupin të shndërrojë ushqimin në energji. Kombinimi i proteinave me yndyra të shëndetshme që përmban veza ju ndihmojnë të ndjeheni më të ngopur për më gjatë. Do të keni flok të shëndetshëm dhe plot me shkëlqim. Vezët janë të pasur me vitaminën B, B2, B5 dhe B12, të cilat njihen për efektin e tyre pozitiv në trup. Kështu që ngrënia e rregullt e vezëve, si pjesë e dietave tuaja të shëndetshme, do të ofrojë përfitime të larmishme për trupin tuaj. Vezët ju ndihmojnë gjithashtu në forcimin e kockave. Vitamina D është kritike për shëndetin dhe për shumë funksione të tjera të trupit. Ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut, zvogëlojnë gjithashtu rrezikun e disa llojeve të bakterieve dhe mund të sjellin rezultate të kënaqshme në shëndet. Sidoqoftë, funksioni i tyre më i rëndësishëm është të i mban kockat të shëndetshme duke lehtësuar përthithjen e kalciumit dhe duke mbajtur të qëndrueshëm nivelin e kalciumit dhe fosforit në trup. Një vezë siguron 6% të nevojës tuaj ditore për vitaminën D. Kështu që ngrënia e vezëve çdo ditë mund të përmirësojë shëndetin e kockave tuaja dhe të sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Ngrënia e vezëve çdo mëngjes mund të ketë përfitime të larta shëndetësore, por energjinë për ngopjen deri te përmirësimi i shëndetit të flokëve, madje edhe lëkurë më e fortë. Gjithashtu, truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës me konsumin e vezës në mënyrë të rregullt. Një nga elementet më të mirë të vezës është kolina. Kjo vitaminë e veçantë është materiali më i rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë në rënje të kujtesës. Shikimi juaj do të ruhet më i fortë falë luteinës. Vezët e pulave janë të pasur me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe për mendjen e mprehtë. Me mungesën e saj, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeçohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D tek veza ndihmon për të absorbuar kalciumin. Nëse ju ofroni një personi që të zgjidh midis vaj të peshkut ose të konsumojë një vezë të zgjerë, gjasat janë të preferojë këtë të fundit, sidomos në qoftë se ato zbulojnë ose përmbajnë vitaminën D, e cila është e njëjtë në të dyja rastet. Vezët do të ofrojnë përfitime të mira të vitaminës D. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur se një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D në vezë është duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina B tek veza mbron lëkurën, flokun dhe mëlçin. Biotina ose vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribojnë gjithashtu në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vezët duhet të shtohen me dojmos në dietën tuaj, pasi do ju ndihmojnë të ndjeheni më të ngopur dhe të ndihmojnë gjithashtu edhe në humbjen e peshës së tepërt. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.